Besimtari asnjëherë nuk është pesimist, gjithmonë është optimist, gjithmonë shpreson tek Zoti i gjithësisë. Asnjëherë nuk e humb shpresën tek Allahu i lartësuar. Shembull, kemi profetin e Zotit, Jakubin a.s. Edhe pse djalin e tij Jusufin a.s. e hodhën në pus, e shitën si sklav, ndërkohë Jakubit a.s. mundoheshin ta gënjenin atë, t'i thoshin që e ka ngrënë ujku. Jakubi a.s. nuk e humbi shpresën kurrë tek Zoti i gjithësisë. Edhe pse ishte situatë e vështirë, vite të tëra, ai përsëri kishte shpresë. Dhe ju tha djemve të tij: "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah." O bijtë mi, shkoni kërkoni lajme për Jusufin dhe vllajën e tij, dhe mos e humbni shpresën tek mëshira e Zotit. Pra, edhe pse vite të tëra, ai përsëri nuk e humbi shpresën tek Allahu i lartësuar. Vllai nderuar, o ti që i ke shkput lidhjet me prindrit e tu, sillesh keq me ta, kërkoj këmbët e tyre dhe mundohu që t'i kënaqësh ata, se kënaqësia e Zotit është në kënaqësinë e prindërve. O ti që t'ka dhënë Allahu i lartësuar pasuri të madhe, nuk i ndihmon njerëzit. Kërkoj njerëzit në nevojë dhe ndihmoj ata. O ti që do martesën, kërkoje vajzën e ndershme dhe luta Allahun e lartësuar të ta lehtësoj martesën. O ti që nuk e lexon Kur'anin, nuk mediton në fjalët e Allahut të lartësuar, kërkoje Kur'anin dhe lexo. Lexo dhe mundohu t'i praktikosh fjalët e Allahut të lartësuar në jetën tënde. O ti që nuk i ndihmon njerëzit, o ti që nuk u gjendesh atyre, je shkputur prej tyre, kërko të bashkohesh me ta. O ti që e ke humbur busullën, kthehu tek rruga e Zotit gjithësisë. Kërko që të afrohesh tek Allahu i lartësuar. Zoti i gjithësisë i do ata që pendohen, i do ata që reflektojnë, i do ata që ndryshojnë dhe përmirësohen, i do ata që afrohen tek ai. Zbatoj urdhrat e Zotit gjithësisë. O ti që e ke humbur shpresën, të këshilloj mos me humb shpresën tek Allahu i lartësuar. O ti që troket dyert e të gjithëve për punë, trokite derën e krijuesit gjithësisë. Kërkoj ndihmën e Allahut të lartësuar, sepse ai të ndihmon. O ti që të gjithë të kanë braktisur, dije që Allahu i lartësuar nuk e braktis robin e tij. Lutju atij, përgjërohu atij. Zoti i gjithësisë thot në Kur'an: "Ud'uni astajib lakum", lutmuni mua, t'u përgjigjem ju.